Si të quaj? Unë quhem Ermal Mertinaj. Spori ju falenderoj për pjesëmarrjen që keni ardhur. Faleminderit juve që pranuat festival. Unë e kam kalu 40 vjet këtu në këtë vend. Pothuajse këtu në këtë lagjën këtu jem 25 shtëpi. Nuk ka ndonjë mosh më të re se unë. Ti je më i riu. Po. Mos llogarit në fëmijë për shembull që është në klasë parë dhe ata mund të jenë komplet fëmijë të shkollës fillore mund të jenë diku 2-13 fëmijë. S'ka më, 3. 3 kanë ikë komplet. Kanë ikë për rrugë, edhe për ujë, edhe për qendër shëndetësore, për shërbime mjekësore. Pra si gjë tjetër. Pra nuk kanë ikë për një jetë më të mirë, po kanë ikë se s'ka pas mundësi. Jetën e kanë shumë më të vështirë atje ku kanë ikë. E kanë shumë më të vështirë. Se na tonë kem njerëz jashtë, tonë thonë, jeni shumë më rahat këtu. Më rahat jem, po s'kem as rrugë, as ujë, as shërbime mjekësore, as arsim. Kur ka ikë doktori i fundit këtu këtej? Doktori i fundit duhet të ikë 93-shin, 94-shin. Edhe s'është pa më doktori këtu? S'kem pas më doktor këtu. S'kem pas më ai quhet Isuf Hajdermata, ka qenë mjek shumë i nderuar, shumë i respektuar, shumë i aftë, shumë i zoti edhe ai ka ikë i fundit. S'kem pas mjek më këtu në këtë zonë. Po infermiera keni për të bërë gjilpër? Kryesisht gjilpanat i kemi bën në spitalin e Hasit. Që për një gjilpër merr një rrugën? Po. Kryesisht në spitalin e Hasit i kemi bën gjilpanat. Se e para punës për shembull kur kemi pas rast urgjence, në helmi mos e në gjë, s'ka ç'a të bëjnë infermieri këtu. Se nuk i ka as mjetet, as nuk i ka kushtet. Ç'a ka me të bëjnë infermieri? Po si ja bëni? Ikshim me makina rosti ose me diçka të ikim në Gjakov ose në Krump. Po ma tepër Gjakovën. Tash sot s'ki kush ka as në Has. Sa është hek edhe në Has. Është mbyll dhe as. Është mbyll edhe në Has, është mbyll në Tropoj. S'ka as i shërbim mjekësor. Kjo është dramë e madhe. Dramë e madhe. Vallai ne nuk kanë sos të fjalë. Sinqerisht.